Momentet të peshe. Është mirë tash? Shpërndajnë grupin tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mein Schatz Silvia, schön, dass du wieder da bist. Assalamu alaikum. Ich glaube, die verfolgt mich, ja? Die stalkt mich, glaube ich. Ich hab dich lieb für Allah, Silvia. Mein Schatz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mellosk. Mirë se vjen vllaçka. Allahumma amin, Allah dashtë dhe ty, habibi jem. Allah qoftë i kënaqur me ty dhe gjithë familjen tënde, ja Rabbel Alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداشرت يمي سجد حر والله وبالله وتالله يبشندسم مسلون متى بوكر ضمات الداشر تك الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دطتني أمر جشت إي الله ذو الجلال جدثت باتش ذنسي الله është ai që dhuron paqësi, që shpërndon paqësinë ndaj robërve të tij, paqëdhënësi. Silvia mein Schatz, Papa hat dich lieb, bis mein Schatz. Silvia. Ja, schick ein paar Herzen an dich. Da steht was, ne? Okay, Bruder, was? Bruder, kannst du bitte Dua für meine Schwester machen? Sie ist vor 4 Tagen mit ihrem Sohn gestorben. Subhanallah. Gerne, mein Bruder. Ich bitte Allah Tabarak wa Ta'ala mit seinen schönsten Namen, dem Herrscher, Lenker der Himmel und der Erde und was zwischen ihnen ist,
dass Allah deine Schwester und ihren Sohn die höchste Stufe im Paradies gibt und sie als Märtyrer eingehen lässt. Und möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und möge Allah den Hinterbliebenen Kraft, Geduld schenken. Amen. Amen, Ya Rab. Möge Allah Tabaraka wa Ta'ala mit ihnen zufrieden sein und ihnen das Allerbeste geben. Geduld geben. Den Verstorbenen das Allerbeste geben und den Hinterbliebenen viel Kraft, Geduld schenken. Und möge Allah Ta'ala uns durch dieses Ereignis unsere Augen eröffnen, damit wir wirklich auch lernen und reflektieren, wie schnell der Tod zu uns kommen kann. Und wie schnell wir Allah Tabaraka wa Ta'ala begegnen. Und wie schnell wir Allah Tabaraka wa Ta'ala begegnen. Subhanallah. Wallahi, wir vorbereiten uns nicht für diesen gewaltigen Tag, ja, in dem wir wirklich Allah Tabaraka wa Ta'ala begegnen. Und wir denken ständig, dass wir haben Zeit. Das betrifft allen, aber uns nicht. Also, ja, ich weiß, der Tod, wir werden sterben. Aber ich doch nicht, jetzt nicht. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Bei mir wird das nicht passieren. Hat noch Zeit. Das ist ja ewig noch. Ja. Und dann plötzlich passiert etwas, ein Unfall oder eine Krankheit und das geht schnell. Und ratzfatz, man hat uns begraben, wir liegen unter der Erde und das war's. Und dann fängt das Gericht an. Subhanallah. Und dann, Allah Tabaraka wa Ta'ala fragt uns, was haben wir? Was haben wir gemacht für ihn? Haben wir unsere Zeit genutzt? Haben wir die Zeit genutzt für Allah Tabaraka wa Ta'ala? La ilaha illallah. Wallahi, Bruder, Abu al-Ham. Ratzfatz, Bruder, bei Allah. Allah. Wir sterben und Subhanallah. Ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh për të gjithë. Gjithashtu edhe për Habibin tem jetonin, Habib Mirsevian, Abu al-Hamin. Ju përshëndesim me selamin më të bukur dhe më të dashur tek Allahu te bareka wa taala. Ta përkthejmë në gjuhën shqipe. Një vlog ka qenë apo se është një vlog për një motor, nuk e di. Shiri pak. Po. So, Bruder, kannst du ein Dorf für meine Schwester machen? Das war Ein Bruder. ein Bruder, genau. Dhe më thonë një vlla, Promotor në vetë. po na ka do të thonë ka kërku prej neve që ne të bëjmë dua për një motor të tij dhe motra ti me djalin e saj, dhe më thonë kanë bërë aksident apo dhe kanë vdekur që shenë dëgjova po. Subhanallah. Që me bo një dua, dhe më thonë subhanallah sa shpejt e takojmë Allahun te bareka wa taala. Pa prit mas. Na ka plan vdekja dhe kthehemi tek Allahu te bareka wa taala dhe gjithçka merr fund. Ata fusin me lejket për fundi i dheut dhe na ulin qysh Allahu alem. Dhe na pyesin Men rabbuk, kush është Zoti juaj? Ma dinuk, kush është feja juaj? Ma nabijuk, kush është pejgamberi juaj? Kush është Muhammed Mustafaja alayhi salatu wasalam që ka qenë në mesin e juaj? E nëse ne nuk kemi jetu me fjalën La ilaha illallah, atëherë gjithçka është vonë. Atëherë gjithçka mbaroi, gjithçka mor fund. Subhanallah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte: kush vdes me fjalën e fundit La ilaha illallah, dakhala al-jannah, ai do të futet në xhennetin e Allahut te bareka wa taala. Haru që
pak në fillim, a mush më ndimu, po? Wallahi. Ai që vdes me Ai që des me fjalën e fundit me arabisht. men kana akhiru Po. kalami la ilaha illa Men kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Subhanallah. Fali Jezusi s'ke shto. Aha. Se ke edhe mu ka përzi me ato men kana yu'minu billahi qartë. bil akh mu ka përzi, subhanallah. Po, dhe më thënë një nan ka vdekur me fëmijën e saj në një aksident dhe një vëlla kërkoi që ne të bëjmë dua për të. Dhe kemi po dua në gjuhën gjermane, kështu që do të bëjmë edhe në gjuhën shqipe me lejen Allahu te bareka ve taala. Barakallahu fik habibi tan. Subhanallah, sa mirë është me i pas vëllezërit e tonë që t'i kujtojnë ajetet, hadithet, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, ya Rabb, subhanaka ya Rabb. Ja, ich komme, das halbe Stunde kommt. Wir brauchen nicht lang. Also. Dhe më thanë, subhanallah, elusëm Allahun të bareka wa ta'ala, me emrat e ti të bukur, me cilësit e ti të larta, ja Allah, ja Rab, ti je i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, i gjalli, përjeqmi, sundusi, mbreti, mbikqyrsi, i pastërti, shejti, i urti, më shirusi, më shirploti, ja Allah, palejen të në asë një gjithë, bjen tok, ja Rab. Asë një gjithë nuk bjen tok, ja Rab, billahimin. Ja Allah, ja Rab, ti kriju si ma i mirë. Ja Allah, ti falit e dan faljen shumë. Ja Rab, fali Rab të tu, ja Rab, billahimin. Ja Allah, fali atë motrën tonë që ka vdekur me fëmijën e saj. Allah, dhuroja gjennetin Firdaus al-Ala. Dhe pranoj shahid, ja Rab, në gjennetet e tua. Dhe shtoja sabrin familjes e tyre. Allahu ja shtof sabrin. Allahu i bof prej gjenneteve më të larta dhe i bof të kujshime Muhammed Mustafan alaihi salatu wasalam. Allah i qofti kënaqur me ta. Elusëm Allahun që Allahu më në dhën një fund të mirë. Elusëm Allahun të barek wa ta'ala që më në dhën një fund të mirë, ja Rabbil alamin. Allahumma Sahih ja bibjetën, Allah që përblef. Që dhe të thët, alaihi salatu wasalam ka thënë, në ka mesuar, kushtat, men kane akhiru, kelami la ilaha illa Allah, dakhala al-janna. Kush vdes me fjallën e fundit, apo dhe më thënë, është trirë, dhe duke e dërzuar shpirtin Allahu te baraka wa taala dhe thot la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammedar Rasulullah alaihi salatu wasalam ka thënë që ky person do të futet në gjennetet e Allahut, dakhala al-janna. Allahu akbar, Allahu na mundsoft me u fut në gjennetet e tij. Allahu na dhash një fund të mirë, ja Rabbil alamin. So kërse qysh na ka mësuar i dashuri i Allahut alaihi salatu wasalam, innama al-a'malu bil khawatim. Veprat vlerësohen sipas fundit. E ai që vdes me një vepër të mirë dhe ka qenë e fundit, në qoftë nëse e ka thënë ndonjë fjalë të mirë, ose e ka thënë ndonjë sadaka, ndonjë lemosh, ose ka qenë duke falur namazin, ose ka qenë duke bërë dhikr, ose ka qenë duke lexuar Kur'anin, ose ka qenë duke fal namaz e kështu me radhë, pasha Allahun, nëse Allah ja merr shpirtin, në atë gjendje ka me taku Allahun te bareka wa taala. E ky është prej fundit të mirë, që është në mësën hadithi, la ilaha illallah. Kurse ai person që vdes duke pi alkohol, duke luajtur bigjas, ose në për shisha bars, ose në për diskoteka, ose duke fyr, ose duke gënyr,
ose duke bërë zina. Allahu akbar. Qysh në ka mësuar Allahu, la takrabu zina. Mos ju afro zinas. Lere më me ba, mos me ju afru. Allahu akbar. La takrabu zina. Mos ju afro zinas, thot Allahu te baraka wa taala. Wallahi nëse ai person këtë gjendje vdes, wallahi Allahu na ruaj. Allahu do ta fut në xhehenem. Allahu na ruaj ya rabbil alamin. Allah. Abu Bakr, po të përshëndes se kom haru krejt ty me të transmetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habib. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qysh ma ke qefin, habib? Alhamdulillah, falenderojmë Allahun te bareke ve taala. Alhamdulillah, sot kemi marrë pak kohë dhe më nanën, jemi dal pak. E kështu që e vendosëm edhe pak të kyqemi live. Ta përkujtojmë Allahun te bareke ve taala. Apo më tregon për hadithin kur pejgamberi alayhi salatu vesselam thoshte pika shkurt, atë se di që është hadith i gjatë, po vetëm na rikujtu. Është diçka tjetër, jo po, inshallah. Po. Kur ka thënë është njerë kur e ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pyet sahabët kush e ka bën ndonjë vepër të mirë sot. Atëherë që u ngrit Abu Bekri dhe ka thënë kam bën kët. Subhanallah. Ose dash rregull. Nëse mundesh në pika shkurt nëse jo. Subhanallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut te bareke ve taala qofshin me ju. Të dashurët e mi, çdo herë falenderojmë Allahun te bareke ve taala. Vetëm për atë ndim kërkojmë dhe salavat dhe selamet ja çojmë te dërguar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër dhe shokët e tij të ndershëm, dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Yusuf një ditë për ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në hutbe dhe i tha shoqërues të vet, tat kush ka qenë thot sot që e ka vizitu thot të smuarin. Dhe të gjithë sahabët e shikojnë një tjetrin, subhanallah. Dhe Abu Bakr Siddiq radiallahu an thot ja Rasulullah, thot unë. Dhe më thonë pejgamberi, po i pyet sahabët dhe po i thot, a ka ndonjëri për juve që ka vizitu ndonjë të smur sot? Naam. Dhe Abu Bakr Siddiq radiallahu an tha ja Rasulullah, thot unë thot vallahi. Dhe më thonë Abu Bekri, Allahu ekber. Allah mustan. Dhe të gjithë sahabët e shikojnë, të më thonë Abu Bekri çka u butash. Subhanallah. Dhe prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush e ka vizituar thot kush e ka ushqyer thot një fukaran. Kush e ka ushqyer thot sot një fukara. Subhanallah. Dhe Abu Bakr Siddiq radiallahu an prap thot ja Rasulullah, thot unë. A ngritet ta? A ngritet thot ja Rasulullah, thot unë. Naam, Allahu. Dhe të gjithë sahabët shyrin me njëri tjetrin thot subhanallah. Allahu mustan. Subhanallah. Dhe e treta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush thot e ka përcjell thot një xhenaze. Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar. Thot kush e ka përcjell thot sot thot një xhenaze. Subhanallah. Edhe sahabët subhanallah shyrin me njëri tjetrin, asgjë nuk folin. Subhanallah. As kush nuk po flet diçka. Përveç Abu Bekri, subhanallah. Dhe prap Abu Bekri radiallahu an thot ja Rasulullah, thot unë. La ilaha illallah. Subhanallah. Dhe prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e kush ka qenë thot sot agjëruas. Kush ka agjëruar sot? Kush ka agjëruar sot? Po, kush ka qenë agjërues? Po. Subhanallah.
Dhe prap Ebu Bekri radiallahu an, thot ja Rasulullah, thot vallahi, thot unë. La ilaha illa Allah. Para mendoni të dashur të mi. La ilaha illa Allah. Tu 4 gjëra mi bo për një ditë, brenda ditës. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot vallahi, ai person thot që i ban brenda ditës atë 4 gjëra që thot që i tregohet thot që tash, thot ai thot do të futet në xhenetin Allahu te bareke ve taala. Subhanallah, subhanal malik. Allahu Ekber. Që Ebu Bakr nuk po duhet të ndërprej, po atin po kum qef edhe bisedën pak me lidh me musafirët e tonë që kemi këto prezant, sidomos me vllahun ton, Habibin ton. Jetoni thot, s'ka kush që ban gara me Ebu Bekrin. Allahu qoftë i kënaqur me të. Allahumma amin Habib. Allahu dashta viviem. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka heq dorë nga gara me Ebu Bekrin. Sahih. Subhanallah. Domethënë, Allahu Ekber. Ebu Bekri ka qenë prej tyre që i ka bë këto 4 gjëra. Vërtet është. E çka desha me thënë, Ebu Bekr qëllimi më ka qenë, adem pse kërkova këtë hadith që të na tregojsh, që të jashtroj vëllezërve dhe motrave të mia këtë pyetje. Hajde tregomni se cili ka bën ndonjë vepër të mirë sot bi Allahu te bareke ve taala për Allahun te bareke ve taala. A këto ka qenë qëllimi, ja? Hajde tash i çojmë, ta pyesim vetveten. I jashtrojmë pyetjen vetvetes, se çfarë kemi bër për Allahun te bareke ve taala. Edhe pse nuk ka nevojë këtu, atë më na tregu për shembull me dëshmu para publikut opinionit, mirë po, më jashtru atë secili vetvetit pyetje, me bën një çek cerveza, apo kupton? Me thon ka dalë se çka kam bërë sot për Allahun te bareke ve taala. Allahu Ekber. Pyetja shumë e mirë. Kisha me taku Allahun te bareke ve taala, sepse ne nuk kemi ndonjë kontratë, apo sot do të jetojmë. Sot do të kemi ymër. Vërtet. Çdo sekond mundemi më ja kthy, mundemi me vdek dhe me ja kthy shpirtin Allahut te bareke ve taala. Naam. Allahu mundet me na marr shpirtin dhe më kthy tek Allahu te bareke ve taala. Dhe takimi fillon me Allahun azza wa jall. Apo kupton? E për këtë arsye, hajde ta shiqojmë se kush ka bërë ndonjë vepër të mirë. Le të jashtron vetvetit pyetjen. Çfarë kam bërë sot tër ditën? A kam bërë ndonjë punë të mirë që e kënaq Allahun, apo e kam bërë ndonjë punë të keqe që e hidhëron Allahun te bareke ve taala? Allahu Ekber. Ebu Bakr, çdo rob i Allahut, ibn Adam, çdo biri i Ademit, ibn Adam, çdo rob i Allahut te bareke ve taala, kur Allahu te bareke ve taala sabah, mëngjes, ja kthen shpirtin, apo domethën zgjot nga xhumi, Allahu ja dhuron një fletë të re. Allahu Ekber. Apo dhe ajo fletë, më varet prej te se qysh e mbush. E mbush me vepra të mira, apo me vepra të këqija. Allahu musta'an. Allahu te bareke ve taala, dhe më thonë, çdo mëngjes kur zgjohemi dhe Allahu na kthen shpirtin, apo Allahu te bareke ve taala na dhuron një fletë të re, dhe ajo fletë do të thonë bushet prej nesh, ose me vepra të mira, ose me vepra të këqija. Pse e them këtë? Sepse Allahu te bareke ve taala thot në librin e tij, qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besuar, përmendeni Zotin tuaj sa më shpesh. Sa më shpesh. Pse sa më shpesh? Sepse ne nuk e dim kur ja dorëzojmë shpirtin Allahu te bareke ve taala. Allahu Ekber. Atëherë thot Allahu çka? Wasabbihu bukratan wa asila. Përmendeni Zotin tuaj mbrëmje dhe në mëngjes. Pse mbrëmje dhe në mëngjes? Sepse Ebu Bakr imagjino, çdo biri i Ademit, çdo rob i Allahu xhalla xhelaluhu që bjen me fjet, apo shpirtat shkojnë shtatin qiell tek Allahu te bareke ve taala. Dhe Allahu te bareke ve taala është ai që vendos a me u kthy shpirti ajo. Ai xhalla xhelaluhu vendos a me u kthy shpirti apo jo. E imagjino se Allahu te bareke ve taala e ndal shpirtin tan dhe nuk e lejon më kthy në dynja.
atëherë ti thu Allahut ja Rab, pasha madhërin tënd. Para se më ra me fjet, ja Allah të kam përmendur ty, të kam përkujtuar ty, ja Rab. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. E kështu më ra. Me dhikrullah. Me dhikrullah. Me përmendjen e Allahut. Imagjino, do thot ke arsyetsim, ja Allah vepra e fundit që e kam bërë ka qenë për kujtimin ndaj teje, për kushtimi ndaj teje, ja Rab. Që shtash dhe më herët, nëse njeriu vdes me një vepër të mirë, dakhala al-janna, që na ka mësuar pejgamberi. E ai që përkujton Allahun xhalla xhelaluhu, është vepër e mirë? Patjetër, do të thotë dakhala al-janna. Dakhala al-janna wallahi billahi wa tallahi me lejen Allahu te baraka wa taala. Për këtë arsye thash Allahu te baraka wa taala thot wasabbihuhu bukratan wa asila. Përmendeni Zotin tuaj mbrëmje dhe në mëngjes. E në mëngjes kur zgjohemi, çka themi? Është edhe duaja, po? E përkujtojmë Allahun dhe e falenderojmë Allahun te baraka wa taala. Ja Allah. Atë në gjuhën shqipe, nuk po du tash në gjuhën arabe. Thot Allahu te ku na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam të themi për shemb Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Apo ku thot që do të thotë në gjuhën shqipe, o Allah, të jaj që më bën të vdes dhe më rinë gjallë përsëri, kështu më radh. Domethënë Allah te bareku ve teala të ka rinë gjallë, ja akhil kerim. Ja akhil kerim, Allah të ka rinë gjallë, ta ka dhënë shansën, ta ka dhënë një fletë të re, mbushë me vepra të mira. Dhe për këtë arsye falenderoje. Alhamdulillah. Falenderoj Zotin tënd. Subhanallah. Falenderoj Allahun te bareku ve teala. Pse Allahu të dha një shans që të përfitosh, që të përfitosh me vepra të mira, që të shpërblesh tek Allahu te bareku ve teala. Subhanallah, wallahi, sa i dashur është Allahu xhalla xhelaluhu. Sa i dashur është Allahu xhalla xhelaluhu. Sa i mëshirshëm është Allahu te bareku ve teala. Wallahi, njëri prej selefëve thështe, nëse Allahu te bareku ve teala në ditën e gjykimit, në ditën e mahsherit, apo kishte më madhan mundësin që në naime të më gjykon mua në vend të Rabbul Alaminit, thot wallahi, thumme wallahi, thot uqsimu billahi al-azim, thot nuk e kisha pranuar, thot këtë. Allah. Thot nuk e kisha lejuar që në naime të më gjykon, por e kisha refuzu. Pa dyshim e kisha refuzu dhe e kisha pranuar që vetëm Allahu të më gjykon. Pse? Sepse Allah është edhe më i mëshirshëm se nana ime. Allahu akbar walillahi alhamd. Sepse Allahu te bareku ve teala është edhe më i mëshirshëm se sa nana ime që më ka lind. A ka njëri më të dashur se sa nana në sipërfaqen e tokës? U kry. Okay. E kryva. Ne jemi të shpejt, alhamdulillah. Do të thot, a ka njëri më të dashur se sa nana në sipërfaqen e tokës? Wallahi, nana është njeriu më i dashur në tokën e Allahut te bareku ve teala. Mirë, po çka thashte ky selefi? Nëse Allahu te bareku ve teala kishte më mundësuar që në naime të gjykon për mua në ditën e gjykimit, nuk e kisha pranuar. Përkundrazi, e kisha refuzuar. Kisha pas dëshirë që Allahu të më gjykon, sepse Allahu është ka el-adl, është më i drejti dhe Allahu është më i mëshirshëm se sa nana ime. Ebu Bakar, e kemi ikë vëlla. E kemi tërheq. Në rregull është. Gjithçka në rregull.
aty mos t'i dhëjmë përparësi. Nuk po kam dëshirë me prish live, nëse po dalim prej temës, aty po kam dëshirë që të jemi pak të koncentruar bi'idhnillahi tebaraka wa taala. Edhe dreqnit e bujnë punën e vetë, po edhe ne e bujnë punën tonë. Allahu mustan. E kështu që thashte alayhi salatu wassalam, nuk ka punë që e kënaq Allahun. Nuk ka punë që e kënaq Allahun xhelle xhelaluhu përveç se sa respektin ndaj nanës dhe babës. Allah. Përveç se sa respektin ndaj nanës dhe babës. Subhanallah. Ebu Bakar, Allahu që përblef, kem dëshirë t'i përshëndesim disa musafir, atër inshallah po fillojmë edhe ti me diçka, okay? Naam. Para se me fillu, lake pak fytin, sepse është edhe më shqinë ndaj Allahu te baraka wa taala, sepse shiqej këta uja, pishe? Shiqej këta uja, Ebu Bakar. Wallahi në dynja, shumica prej besimtarve, muslimanve thonë që Allahu bre qafirave është duke i dhënë ma shumë se sa besimtarve. Unë po falem, unë po agjeraj, unë po edha ziqati, unë po bëj këtë, po bëj atë, por bre zullumçarët ma shumë po kanë, bre qafirat ma shumë po kanë. Adin ku është dallimi? Shiqenit e dashërt e mi. Wallahi billahi, dynjan Allah ja jep kënd të doj. Kënd të doj, adin Allah jep dynjan kënd në dënaj, te barek wa taala. Islamin ja jep vetëm besimtarve në ne. Vetëm robët e ti që e dënë. Kur e dënë Allah robën e ti, ja dhëron islamin, ja dhëron dinin. E kënaq me dinin e ti, me fenë e ti te barek wa taala. Mirë po dallimi që qëtë është në ditën e mahsherit, ka me qenë që Allahu te barek wa taala asë një pik uj qafiris kam ja dhonë, në Gjehennem. Një pik, një gërqam të uj që i thënë në gjuhën e përditshme, wallahi billahi tallahi s'kam ja dhonë qafirit, në ditën e mahsherit, në Gjehennem. Aty ka me qenë dallimi i madh mes besimtarve dhe pa besimtarve. Ebu Bakr, hajde ti përshëndesim inshallah musafirt, apo fillon ti inshallah? Ti përshëndesim një vëllezër tonë të motrat e tona këto që se kemi na përkrajnë. Okej. Po, filloj për i këtujt pak se Raif Kelmendi thot assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okej, thot e kemi hap një xhami dhe kemi nevojë për ndihmë. Të dashur vëllezër dhe motra, ata që kanë mundësi me i ndihmu vëllaut ton Raif Kelmendit, shkruani vëllaut, pashallah, lumi ai që e ndihmon ndonjë vëllau, ndihmon dinin Allahu te bareka wa taala, këtë rast po i ndihmojmë Allahu te bareka wa taala. Me ndërtu një shtëpi te Allahu te bareka wa taala, subhan. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë kush e ndërton një shtëpi dëvajë, do Allah ka më ndërtu një shtëpi në xhennet. Allahu mustan. Ama parasysh me kohën e madhe. A vëgjën e madhe. E vërtet është. Sejfullah Habib Musarxha. Barakallahu fik gjithashtu me laks. Faleminderit shumë për follow. Gjithashtu e përshëndesim vëllain ton Orhan Tahirin, Habibin ton, inshallah nëse është dhe pak këtu do të na reciton ndonjë sure. Hafizin ton përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raif Kelmendi po Allah është përbleft me gjithë ju vëlla. Gjithashtu Sedat Reka thot o vllazni hekni këta shejtana, po e kemi hek. Muav ibn Sufjani, mashallah. Sabër, Habib, sabër. Lejo Allah, rujt me gjithë juve, emine islame, o vllazër mas pari. Po në mirë, okej, po, ne. Ata që shojnë emine motra ime, ata nuk kanë tek ne mjut, ata kanë, me njëherë blok e kanë. Ata që shojnë Zotin, me ata me kësi njerëz nuk s'kemi mëshirë, s'kemi rahmet për ta. Prap se prap bëjmë dua, Allah inshallah i olzan, mirë po këtu nuk i lejojmë. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Motor Allah izvan, sadaka reka, amin, mashallah.
Okej, pas ka shumë komente. Okej. Të dashurit e mi, edhe një herë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu të lartësuar qoftë mbi të gjithë ju. Allahu qoftë i kënaqur me ju. Ebu Bekër Topalli që mirë ka dashur Allahu, qoftë se kime neve, se di. Shpresoj që edhe ti Habib ti jesh mirë. Ebu Bekër, mirë. Pine pak ujë? Një garçam ujë që shtojmë prej shtinë tek ne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ebu Bekër. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Saad ibn Muadh. Që që aki men njëherë po qesh, ha? Allah i qerë jatër, da? Mashallah. Kur të kyqet Saad ibn Muadh, ti men njëherë po qesh. Wallahi. Anën melek. E du për hitë Allahut. Dhe thashtu e përshëndesim edhe Kosovë verike. Allahu akbar. Ma alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mehmet Bos, pyetën të një hoqë inshallah të regon Habib për këtë pyetje. Nuk e dim, përbes nuk e di. Party Service e përshëndes të zakun tem Shabanin. Service Party Service. Kena, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shabani. Të zakun tem. Almira, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebu Umar, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Habib. Okej, Ebu Bakr, apo i na knoq pak shpirtat. Shumë pak halli Jusuf në seba. Ja, hallin, na kem pa i qitë që të 5 euro nuk ka shans. Po ti qes 5 euro, bre. Ja, parët. Ti dho nesër. Dëgjoj pak. Une për veti islamin e një kështëm. Njeri kur të lexon libra, adhen kur të lexon hadithet, ngjarjet se çish kanë vepruar pejgamberët, çish kanë vepruar sahabët, tabeine të kështu me radhë. Unë për shembull, adhen e shoh që ata kanë sakrifikuar shumë për dinën e Allahut te barekuhu ve teala. Dhe e kanë dhënë pasurinë e tyre, sikurse që është Ebu Bekri radhiyallahu an, Omer radhiyallahu an, e të tjerët e sahabët të tjerët, domethënë e kanë dhënë pasurinë për dinën e Allahut te barekuhu ve teala, kurse sot mundohemi me dinën e Allahut të pasuru. Ata kanë dhënë pasuri për dinën e Allahut te barekuhu ve teala, ne sot po dojmë çka? Mu pasuru me dinën e Allahut te barekuhu ve teala. E kundërta. Allahu nuk e ka zbrit dinin mu pasuru, por me na uzu, subhanallah. Por prap se prap, a ki 5 orë me dhonë qëtu? I dhobre, Jusuf. A për pare e kia. Që Muavi ibn Sufjani thot, unë thot po t'i bëj i bërvajz, nuk po t'i dërgaj. Qofra vllazni kemi. Qëra, po thu Muava, po? Hajde se kuma ta shu ato rejhnu, ato këfitungin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajde Abu Bakr, fadal habibi, inshallah, naj zbut zemrën dhe në ngrit imanin bi idhnë Allahi të bareke wa ta'ala. Të dashurit e mi edhe njerë mirë se vini, Allahu ta'ala qofti knaqër me ju dhe elus Allahu të bareke wa ta'ala që së cilin prej jush Allahu ta bën prej banorëve të xhennetit. Elus Allahu te barekuhu ve teala. Pasi që dalim nga ky life, apo që Allahu të jetë i kënaqur me ne dhe Allahu të bën shkak këtë life sebeb që ju të futeni në xhenetin e tij dhe Allahu të ja fal juve, gjithashtu edhe neve me mëkatet e tona. Që Allahu të jetë i kënaqur me ne, që Allahu të na ruan neve dhe familjet e tona, dhe Allahu të na bën më të sinqert dhe më të dashur, dhe na bën për atyre që e dojnë dinën e Allahut, jetojnë me fjalën la ilaha illallah dhe vdesin me fjalën la ilaha illallah. Atëherë çka do ndodh, që na ka mësuar pejgamberi, dakhala al-jannah, atëherë do të futemi në xhenetin e Allahut te barekuhu teala. Abu Bakr, habi fadal. Po halën e Abu Bakr me një Bismillah. Bismillah. Bismillah walhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma ma ba'd raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Të dashur të mi, falënderimit e kanë Allahu te bareke ve taala, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Salavatet e selamet ja përcjellën të dërguarit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sofian po pak i dëgjom, fal. S'ka merr as po nxen. E ke ndru ka pozicioni. Pozicioni po. Edhe të dashur të mi, wallahi, një ditë për ditëve Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu an shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu an shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: ja Rasulullah, thot: ja Rasulullah, thot: çka duhet? Thot: unë me bo që Allahu gjelle fi u'la, thot, me mdash, thot mu. Allahu ekber, Allahu ekber, të dashër të mi. Çfarë pyetje dhe më thonë Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu an, ja ka shtru dhe më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Allahu ekber. Wallahi të dashër të mi, më jo thonë: a ju donë Allahu të bareke wa ta'ala? A doni Allahun të bareke wa ta'ala? Normal që keni me thonë, normal që e du Allahun të bareke wa ta'ala, edhe çdo njeri e donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po pyetja shtrohet: a na don Allahu subhanahu wa ta'ala neve ashtu siç e dojmë Allahun subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fik Abu Ilham. Ana don Allahu subhanahu wa ta'ala ashtu që e dojmë Allahun te bareke wa ta'ala. Për këtë arsye të dashur të mi, Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu an shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: ja Rasulullah, ja Rasulullah, thot: çka du? Thot: unë me bo që Allahu subhanahu wa ta'ala thot me mdash, thot mu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nis me buzëqesh, thot: ja Abdullah, ja Abdullah, thot: wallahi, thot: 3 gjëra thot janë. Thot: ja Abdullah, thot: 3 gjëra thot janë. Dhe Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu an thot: ja Rasulullah, thot, me trega, o i dërguari Allahut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Çfarë gale kanë po ata të dashurët e mi? Qysh me qenë afër Allahu të bareke wa ta'ala? Qysh me qenë afër të Allahu subhanahu wa ta'ala? Çfarë gale kanë po ata të dashurët e mi? Allahu ekber. Ja Rasulullah, çka duhet? Unë me po që Allahu gjelle fi u'la me mdash mu. La ilaha illallah. Dhe ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, thot: ja Abdullah, thot: ja Abdullah, e para thot është as-salatu ala waqtiha. Ja Abdullah, as-salatu ala waqtiha. Thot: ja Abdullah, e para gjë thot është namazi në kohën e vet. La ilaha illallah. Thot: ja Abdullah, thot, e para thot është namazi në kohën e vet, në kohën e duhur. Dhe Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu an prapi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: ja Rasulullah, qala thumma man ya Rasulullah, e pastaj thot: o i dërguari Allahut. Dhe qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot:
thumma birrul walidain. That mirësjellja ndaj prindëve. Mirësjellja ndaj prindëve të dashurit e mi. Mi avdhon hakun prindëve. O kujdes ndaj tyreve. Më kujdes ndaj tyreve të dashurit e mi. Se vallahi ata kanë vujt për neve të dashurit e mi. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas namazit as-salatu ala waqtiha thumma birrul walidain. Mas namazit prindërit. Khalas. La ilaha illallah. Mas namazit të dashurit e mi, respektin ndaj prindërve. La ilaha illallah. A thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij familjar, prindërve s'du tas uf mi thonë. Ele më tjetër sen, subhanallah. Jo valla non, ose babës po majës jem lodh, ose kod jem pi pune, vetëm fry marri me lshu, nuk është mirë. Edhe këto e ka ndalu Allahu te bareke ve taala. Edhe këto e ka ndalu Allahu te bareke ve taala. Të dashurit e mi, vallahi, një ditë për ditëve, kur ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam luftë të dashurit e mi. Dhe kur e kanë kryer luftën, dhe të gjithë sahabët kanë shkuar për shtëpinë e tyre, dhe njëri prej tyre u vanu të dashurit e mi. Wallahi, njëri prej tyre u vanu, dhe nona e shkret del për jashta. Nona e shkret del për jashta, subhanallah. Dhe këshir mos po vjen e vladi i vet. Dhe këshir për jashta të dashurit e mi, api vjen djali prej luftës. E pret të dashurit e mi, e pret nuk vjen. Pret me i mytë Allahu te bareke ve taala. Nuk i hub shpresat tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe mas një kohë vjen të dashurit e mi. Dhe ku të vjen, janë gjetë e vladit e vet. Janë gjetë e vladit vet dhe e përçaf, e puth, e shtrëngon si nona më të dashurit e mi. La ilaha illallah. Nuk e lëshon pri kratë të vetave të dashurit e mi. Ja puth durt, faqet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot shoqërues të vet, thot a peshet thot nonën e vet, thot nuk pëlqen thot ata, ose të përçaf, të puth, të shtrëngu. A peshet thot sa është i mëshirshëm ndaj evladit vet. Nana është i mëshirshëm ndaj evladit e vet, subhanallah. Nuk e lëshekje të dashurit e mi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qal thot nana thot është i mëshirshëm ndaj evladit vet. Veç Allahu subhanahu wa taala thot edhe është edhe më i mëshirshëm ndaj robët e vet. La ilaha illallah. Siç e tha Jusufi, Allahu shpërbleft. Allahu subhanahu wa taala është edhe më i mëshirshëm si nana ati personi që është shtrëngëke. La ilaha illallah. Kjo është Allahu jon të dashurit e mi. La ilaha illallah. Të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur vdesat një bir i Ademit, veprat e tij thatë përfundojnë vetëm thatë për 3 raste. Dhe më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur vdesat një bir i Ademit alaihi salatu wasalam, veprat e tij përfundojnë përveç 3 raste. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot, sadaqatin jariyah. Sadaqatin jariyah. Dhe më thonë, një sadaka e vazhdueshme. Një sadaka rrjesje. Ai person
do më thonë e vladi vetë që për prindet e vetë që ja qeni bunar, të dashërt e mi. Dhe ata njerëzit e pin ujnë të dashërt e mi. Sa të pin ujnë për jatësoj bunarit, prindit e ti shpërblen tek Allahu te bareke ve taala. Edhe nëse njerëzit marrin avdes me ata ujë, do më thonë sadakaja vazhdueshme vetëm vazhdo të këndalet të dashërt e mi. Do më thonë ai personi çdo herë shpërblet tek Allahu te bareke ve taala. Allahu shpërblen në robën e vet. La ilaha illallah. Dhe e dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aw ilmin yantafa'u bih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një ditori thot e dobishme. Një ditori thot e dobishme. Do më thonë ai personi që ka ndru jetë, ose djali pa marrë parasysh, shkep libra të dashërt e mi, shkep Kur'ana. Dhe njerëzit ja lexojnë Kur'anit të dashërt e mi, ose ka shkep fjalën e Allahut te bareke ve taala. I ka mësu fëmijët të dashërt e mi, ja ka mësu el-Fatiha. Edhe çdo herë që reciton el-Fatiha, ai personi do të shpërblet tek Allahu te bareke ve taala. Ai personi do të shpërblet tek Allahu subhanahu wa taala. Ani që edhe ka ndru jetë të dashërt e mi. Mirë po, prap se prap, robi Allahu të bareke wa taala Allahu shpërblen robën e ti. La ilaha illallah. Që kalon ditori këtë dynjë të dashërt e mi, që ka shkip dinën në Allahu të bareke wa taala, si që thash parzit, që e ka mësu el-Fatiha, që ka shkip Kur'ana, e kështu më radhë të dashërt e mi. Edhe këto do të shpërblet të dashërt e mi, pa fund. La ilaha illallah. Nuk ndërprejet të dashërt e mi. La ilaha illallah. Këto na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta të dashërt e mi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ose një fëmijë të hajrit, ose një fëmijë të hajrit që lutet thot për ta. Ose një fëmijë të hajrit që lutet thot për prindërve të vet. La ilaha illallah. Nëse kalon fëmijë të hajrit në këtë dynjë, edhe evlat e vet bojnë për babën e për nanën lutje, edhe baba ose nana ka shpërblimet më tek Allahu te bareke ve taala. Nëse lën fëmijë të hajrit të dashërt e mi, to na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik, faleminderit shumë Musa Harxhani. Faleminderit shumë Mr. Ibrahimi. Barakallahu fik Habib Musa Harxhan. Allah shpërblet Habib jam. Subhanallah Abu Bakr. Të dashërt e mi, një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha, a kam tha do një mundësi të bëj tha vepër të mira thot për prindërit e mi pas vdekjes së tyre. Allahu ekber. Allahu të dasht o Ibrahim, Allahu të dasht ja Rabbil Alamin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po, ekzistojnë tha 4 gjëra. Ato thot janë, thot në ne thot të bësh thot lutje për të, të bësh thot lutje për ta, dhe kërkosh thot faljen nga Allahu te bareke ve taala. Me bo lutje tek Allahu te bareke ve taala që Allahu mi bo prindërit e tonë për i banorëve të xhennetit. Ktu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E vladi vet me bo lutje tek Allahu subhanahu wa taala. Si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të bësh lutje për ta dhe kërkosh thot faljen nga Allahu subhanahu wa taala.
që Allahu Gjelle fi ula thët mi afal thët gjinohët, mi bo prej banorëve të gjennetit. La ilaha illallah. Tu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta të dashërt e mi, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam thot, ta kryesh atë porosin e tyre. Nëse baba ta kalon një porosi, krye. Ama ju të keqen, po të mirën. Nëse të ka thonë, o djali jem, po të alo amanet. O e vladi jem, po të alo amanet, fale namazin. Lele. Kjo është porosia e mirë të dashën të mi. Vazhdoje, mos u ndal. Para se me vdik, baba po të alen një porosi të dashën të mi. Thot, o vladi im, o bujashka e zemrës. Unë e po shkaj djali jem. Unë e komelon këtë dynjan. Djali jem vazhdoj namazin. O djali im vazhdoj namazin. Si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur. Thot namazi bën dritë. Këto e ka thonë edhe babushi jam rahimullah taala. Allah e qof në xhenet ya rabbil alamin. O djali im, ta të fale namazin. Kjo është porosia mirë të dashërt e mi. Dhe e treta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i trajtosh atë miqtë e tyre bukur thot. Dhe ma thonë të dashërt e mi, nëse prindërit, baba e ka pot një shok të mirë, vizitoje. Nëse ja shesh shok të ti për jashta, fali. Nëse ti i përshëndet ata shok të babës, dhe i respektan shok të babës, atëherë dhe baba do të shpërblet. La ilaha illallah. Respektaj shok të babës, subhanallah. E mos ja kthe shpinën. La ilaha illallah. Dhe e katërta të dashërt e mi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mbështat lidhe me farefis në orë. La ilaha illallah. Dhe të bash lidhe me farefis në orë. Të dashërt e mi. Wallahi, edhe mos t'ja kthim shpinën familjes tonë. Wallahi të dashërt e mi, nëse nuk ja ke dhënë buzëqeshjen familjes tonë, mos jep kujshive buzëqeshjen. Nëse nuk ja ke jep nonës buzëqeshjen, mos ja jep njerëzve buzëqeshjen. Nëse nuk ja ke jep prindëve buzëqeshjen, vëllahut buzëqeshjen, miqës buzëqeshjen, e kështu me radhë, mos jep shokit të dosit i aranit buzëqeshjen. Po mas pari, jepja buzëqeshjen familjes tonë. La ilaha illallah. Çka kemi kisha kuzush më ndërpri? Orna. Mr. Ibrahim Habib, TikTok është duke na bo pak problem sa i përket dhuratave, giftave. Po kemi në kohën e fundit shumë probleme me TikTok sepse po na kufizojnë, arsyet i din vetëm Allahu te bareke ve taala. Sepse edhe ma shumë musafir kishim me pas, jashtë Allahit e kemi ofernimi e 102 vet. Që shpëm të regamu këtu programi, mirë po kemi qysh tash dhe më herët kufizime, po na kufizojnë, nuk po lejojnë edhe gifta me dërgu. Se di për çfarë arsye, Allahu alem. Barakallahu fik Habib. Kështu që mos u shqetësoni, jemi të pajtuar. Nuk jemi kyç për gifta, për çka ta di unë. Kemi dëshirë vetëm ta gjejmë kënaqësinë Allahut te bareke ve teala. Jo sofa ma vje pendin. Po. Ku ma love. Jo që jam. Okej, po mush. Po. Teresa të mbush hendin, kisha pas dëshirë diçka me thonë unë, sa i përket nanës dhe babës, në qoftë se ki përfundu Abu Bakr. Fadl.
kam dëshirë të tregoj dashurinë e një nanës dhe dashurinë ndaj nanës dhe djalit të saj. Kjo nanë e ka dashur djalin e saj aq shumë sa që çdo ditë e ka vizituar djalin e saj. Ana sjelltas gjithashtu. Edhe djali e ka dashur aq shumë nanën e tij sa që çdo herë e ka vizituar, mirë po, kështu qysh na mëson jeta që duhet edhe mundo. Martohet njeriu, krijon familje, apo rritën fëmija, duhesh me kujdesu për fëmijët e tu, për familjen tënde, mirë po, prap duhesh me adhan nanës, babës, hakun, të drejtat e tyre që i meritojnë. Kështu që ky djali çdo herë viziton te nanën e tij. Mirë po, kalat një kohë dhe ky djali së muhet, subhanallah. Allahu e sprovon robën e tij. Allahu na sprovon. La ilaha illallah. Dhe nuk i lajmërohet nanës. La ilaha illallah. Do me thënë nuk ka dëshirë me shqetësu nanën e tij. A dhe në thëtë hajtë se bëjmë ma mirë, edhe shkaj e vizitaj nanën me lejnë Allahu të baraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Kështu që nana e vërin thëtë, çka u bu me djalin tim? Pse djali nuk po më lajmërohet? Çka u bu me djalin tim? Wallahi, nana brengoset shumë për fëmijët e saj. La ilaha illallah. Nana mendon çmas për fëmijën e saj. Kështu që ngritet, veshet dhe fillon me shku te djali, saj me vizitu me Abu Bakr. Mirë po edhe djali aq shumë e ka njohur nanën e tij sa që e ka di që nana ka me vizitu me. Edhe ky djali, edhe pse ishte i smuar, ngrihet, pastrohet, edhe ky fillon me shku me vizitu nanën e tij. La ilaha illallah. Edhe takohen në rrugë takohen. Edhe tash nana po i thot djalit, oh biri, oh djali, çka u bë me nanën që nuk po viziton nanën ti? Çka u bë me nanën që ti nuk po viziton? Nana nuk mund të pa ty, të din që ne shpesh e vizitojmë njëri tjetrin, Edhe ky djali nuk po i tregon nanës që ka qenë. Nuk ka dashur nanën e tij me shqetësu. Apo nuk ka dashur që nana e tij ta shet djalin e tij të sëmuar, të shtrirë në krevet, apo. Dhe i thot, oj nanë, thot, mirë jam, po nuk kam pas kohë e kështu me radhë. Mirë po, në atë moment, i bjen të fikt dhe rëzohet. Midis rrugë. Edhe nana i thret ndihmën e shpejt dhe e sjellin në spital. Dhe kur e sjellin në spital, atëherë ky djali bëhet pak më mirë, subhanallah. Dhe i tregon nanës së tij dhe thotë, nana ime, thotë, vallahi nuk kam qenë me shëndet mirë. Wallahi nana ime nuk e kam ndjevit të mi. Se unë nana ime çdo minutë nuk e lëm shku poshtë pa taku me ty. Pa ta pa fytyrën tënde duke shkëlqy, oj nana ime. Por nuk kam pas dëshirë me shqetësu. Nuk kam pas dëshirë ty me shqetësu me dhimbjet e mia, me të lashet e mia. Çka na mëson kjo ngjarje? Kjo ngjarje na mëson që wallahi ne kur kemi ndonjë problem, shkojmë me njëherë të nana dhe i shqetësojmë nanat e tona. Nëse në ndodhë diçka, nuk kemi në gjendje, nuk kemi burra tamam, me majtë për veti, dhe mos me i tregu nanës, me shqetësu nanën, edhe ma shumë se sa ajo që është e shqetësuar. Vërtet është. Allahu akbar. La ilaha illallah. Për këtë arsye lutim Allahun që nanat e tona, ata që i kanë gjallë,
Wallahin, Allahu ja u dhash një jetë gjatë, Allahu ju dhash shëndet, Allahu ju dhëroft shëndet, Allahu ju dhëroft mirat e kësaj botës dhe botës tjetër. Gjithashtu edhe atyre që ju kanë vdekur, të dashurët e tyre, Allahu i bëj prej banorëve të xhenetit. Allahumma amin. Dhe me thonë, subhanallah, nanës me japuth kant, me japuth duart, me japuth balin, sepse vallahi me të vërtet e meritojnë. Nana është nanë dhe me ndonë qmës për evladin e saj. Wallahin, po flasë për nanën time, kur e ndëgjeshtë ndonjëra din kur kishim do një sprov, subhanallah, ishim të sëmuar, edhe pse i kishim do një grip të lehtë, apo kupton, nana më thashte, wallahin, adin, të ke mami të më kishra mu këta që e kiti, se sa që e kiti. Mami të më kishra ki grip mu subhanallah. E vërtet është, shpesh. Edhe pse ka qenë e lehtë, subhanallah. O Allah, shpërblej prindët tonë. O Allah. Wallahi. Bëni prindët tonë prej banorëve të xhenetit. Amin. O Allah, amin. Na jena të kënaqur me ty. O Allah, ja Rab. Ja Rab, na jena të kënaqur me ty që na ke dhënë prindërit e mirë. O Allah, bënë edhe të i kënaqur me prindërit e tonë, so kërse na qyshime edhe të shumë të kënaqur, fillimisht me ty, ja Rabbil Alamin, edhe me nanën, edhe me babën tonë, ja Rabbil Alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jusuf, një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një djalë ka qenë shumë pasionik. Një djalë ka qenë shumë pasionik dhe baba i tij, domethënë ja merr ke mallin dhe ja jep ke fukarave. Dhe tash djali subhanallahu bat bu nervon subhanallah. Dhe ke o babë se po ma shet dhe ke mallin. Edhe një ditë për ditëve djali ku shkon mua ku, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot ja Rasulullah. Thot ja Rasulullah. Thot baba, thot po ma shet thot mallin. Subhanallah. Thot baba, mallin tëm thot jep fukarave. Subhanallah. Thot ja Rasulullah. Çka me po thot unë? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot atij djaloshit, thot bërma thot babën thot unë. Dhe të dashërt e mi, ai djali shkon te baba i thot, o bab. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka thirr. Dhe baba e shkret e diti për shka. La la illallah. Baba e ati djalit e diti për shka. Për çfarë arsye? La la illallah. Dhe baba të shku për rrugë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe baba i ti bisedoi me vetvetin të dashërt e mi. Dhe ke, ja Allah, ja Allah, thot vallahi, thot ja Rab, thot vallahi, thot, qa kam hek dhe se kam rrit, thot ke djal. O Allah, thot vallahi, thot, kam hek shumë, ja Allah, dhe se kam rrit, thot ke djal. O Allah, thot vallahi, tha tesha për trupit tim, tha t'ja kom jep e vladit tim. Subhanallah. Dhe ja Rab, tha tesha për trupit tim, tha t'i kam hek, ja kom jep tha të vladit tim. Ja Rab, pucat e mija, tha t'ja kom jep tha të vladit tim. Ja Rab, kafshatën pi gojës tha t'ja kom hek, dhe ja kom jep tha të vladit tim. Tha të kjo, tha t'me babu, tha t'kitë tohën, nuk e kam prit. Tu qajt, tu shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tu qajt, tu shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ku shket të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Gjibril alayhi salatu wasalam i that, ja nebi. That, ja nebi, that, vetë that këtë plakun, that, se ka po that një galet madhe shumë. Ja Rasulullah, hala that partë e ti, that, ka besedu tha me të vetvetin dhe qajke, ja Rasulullah. That e ka një galet madhe, ja Rasulullah. Ja Rasulullah, vete për shka? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i that, ati plakut, ta bën that me më të regu, that, para se marrë that të unë, a ke besedu tha me të vetvetin, e ke po that një gajle. That, ja Rasulullah, tha vallahi, thumma vallahi, that tu ardhe dhe tu qajt. That, ja Rasulullah, that vallahi, tu ardhe të te dhe tu qajt. Qysh me bo, tha, këtë padrejtësi, that. Subhanallah. That, vallahi, that, çdo gjë that e kom bo për djalin tim. That, vallahi, rrobat e mia that ja kom jep that djalit tim. Pucat e mia that ja kom jep that djalit tim. Kafshatën prej gosë that ja kom jep that djalit tim. E that djali im that më qitat në këtë pozit. La ilaha illallah. Në dëgjanit e dashër të mish ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ati djalit. That atë mathat që e ki thot ti, krejtë thot është e babës tonë. La ilaha illallah. That atë mathat që është e jotja, thot krejtë thot është e babës tonë. La ilaha illallah. Dhe ai plak i thot, ja Rasulullah, thot vallahi, thot, këtë djalin tem thot e ka kap thot dynjaja. Thot, o i dërguar i Allahut, ja Khalilullah, ja Nebiullah. Thot djalin tim thot e ka kap thot dynjaja thot për qafe. E nuk pelshon thot. E kështu që unë pja marrë thot mallin e pjepi fukarave. E kështu që unë po mëndona që Allah mja bo thot një shpinë gjennet. O i dërguar i Allahut, thot atë mathe që e ka djali im, thot unë pjef shkipi thot fukarave që Allahu subhanahu wa ta'ala mja bo thot një shpinë gjennet. La ilaha illallah. Kush pe man gajnën? Baba. Djali po mendon për këtë dynja, dhe baba e ti djali po mendon për akhira. Mja bu djalit një shpi gjennet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Për këtë arsye të dashërit e mi, vallahi, këto shpesh e thëm. Wallahi shpesh e thëm. Një ditë për ditëve baba me tha, o djali im, thot vallahi, thot a i ki pa thot dy qeshme thot ka pikin uj, tha shpo thot o baba im. Thot vallahi, thot o djali im. O djali im, thot ata dy qeshme që pikin uj, thot janë prindërit, thot baba dhe nona. La ilaha illallah. Thash bab s'po të kuptaj vallahi. Thot o djali im, ata dy qeshme që po pikin uj, thot është baba dhe nona. E ke pa ku të pik uj. Nëse vdes thot baba, thot djali im, atëherë thot një qeshme thot ndalet, thot nuk pik më uj. Ndalet më. Thot kur vdes baba, një qeshme thot ndalet djali jam, edhe nuk pik më uj. Dhe kur vdes thot nona, dhe ajo qeshme thot ndalet më, nuk pik më uj. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Sabër Abu Bakar. Sabër. Të dashët e mi, bani halal. Prindërit janë të dashët e mi, si që ka thënë baba. 2 qeshme që pikë në ujë. Sa të keni prindë gjallë. Japin të një hake. Shqyoni sa sytë tu, si kur sytë tu që keni. Si që thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as namazit vinë prindërit. Thuma birrun walidain. As namazit po vinë prindërit të dashurit. Elusëm Allahun të barëke vë ta'ala që Allahun më na bo me prindërit e tonë, më na fut në gjennetin Allahu të barëke vë ta'ala. Që shkon Muav Ibn Sufjani thot, bre vllau im, ti e luan, nuk kam qef me të pa të mërzitur. Edhe lani këtë. Edhe luani ka fund. I vjen fundi. Subhanallah, përveç Allahu të barëk o ta'ala, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim gjelle gjelalihu. është gjë normale. Abu Bakar, subhanallah, baba dhe nana ka dëshirë me të pa adin gradën më të naltë që të në adin, gradën më të naltë, në katin më të naltë shtëpis, a i vetëm po drumë me jetu. Subhanallah. Subhanallah. Allahin që shteti, sepse edhe një motër ose një vëlla më tha, a ka mundësi me përsërit edhe një herë në gjarin se sa ka kuptu bashmir që atë i ka pëlqy shumë. Duket është bëhet fjalë për dy qeshme që ka thonë baba, sa i ki në gjallë, duket për qëta e patë. Okej. Të tërgaj dhe njerë, po? Po, inshallah, vjetë nëjle. Ja, ikhwan. Një ditë për ditëve isha me babën. Shtrëngaj pak vetën. Vetëm pak më bani Allah. Dhe të i pakuj. Më evi po të banë gajlën bre Abu Bakr. Lazër dhe motra edhe jam a bani halal se edhe na jemi njerëzi ani që edhe ne bojmë davet për edhe ne kim nevoj për ju me përkujtu Allahu të barëke vë ta'ala që zemër të tonë të qëtëson kështu në thëtë edhe Allahu të barëke vë ta'ala dhe në pësën pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam
Të dashërt e mi, wallahi një ditë për ditë isha me babën dhe më tha, o djali im, thot wallahi thot, ai ki pa thot dy qeshme thot që pikin ujë, tash po bre babe kum pa. Tha, a din shka im thot o djali im? Tash wallahi babë nuk e di. Tha djali im tha, e ke pa thot këta dy qeshme thot që pikin tha ujë. Thot dy qeshme thot janë thot prindërit thot. E ke pa ku t'pik uj, ka bereqet, njerëzit pin uj, e kështu më radhë. Kështu dhe kemi më thëmë mu baba. Dhe e para tha, ku t'vdes tha baba, tha, e para tha qeshme tha të mbyllë, tha të nalë, tha nuk qëtë më tha uj ma. S'ka hajrë pisojnë. S'ka hajrë ma, thot edhe toka. Subhanallah. Nuk ka bereqet. Nuk ka bereqet ma, subhanallah. Dhe më thonë edhe e para qeshme tha që vdes tha baba, tha nuk pikë tha më uj ma. Subhanallah. Dhe tha djali jam tha, nëse vdes tha dhe nona, tha dhe dyta qeshme tha djali jam tha, mbyllë tha ja uj, ma nuk qetë ma uj, ma nuk piklan më tha uj. E këta tha, dy qeshme tha janë prindërit. Dhe me thonë, sa te kemi gjallë, t'i ruajmë si dy sytë tonë. E lusëm Allahun të bareke vë ta'ala, nanat e tona që kemi gjallë, Allahu mi ruajt, ja Rabbil Alamin, edhe nëse babat e tona nuk i kemi në mesin ton që ka ndru jetë, Allahu i qovë në gjennet, ja Rabbil Alamin, dhe Allahu na bashkof me ta, ja Rabbil Alamin. Sa ka qenë e qartë, Jusuf? Po, e qartë, Allah që përblet. Ebu Bakra, edhe ti tash, adin më përkujtu Abdullahi, ku kemi pas hoqën këtu, adin, jeton Allah që përblet të habibin ton, që edhe aj, adin ishte i emocionuar dhe qante, e Abdullahi thashte që adin ajo, dhe më thonë, problemi është e vendi, adin këtu, hoxha që përgjith, ta te kësha dit isha ullë të orhani. Mos ka bënd mu Po, adin, ka mendu që adin aty, vallon edhe këtu kom qajtë. Do gjithë rrani edhe ty. Po, kom qajtë. Po, që vërtet është. Edhe ti ta qajtë, dhe më thonë, pa marë parasysh se ku e ndronë vendin këtu, nuk pas ka rrugë dalit të përvesë me qajtë. Najt, jo, elhamdulillah, Ebu Bakr, aj që qanë, aj e ka zemën gjallë. Aj që qanë, e ka zemën gjallë, elhamdulillah. Ende ka iman. Zemra ti e rrej. Kërse aj person që nuk qanë, nuk ka ndjena, a është i vdekur. A është i vdekur të ka Allah të barë. Edhe pse në mesin tonë, adin duket kështu i gjallë, me gjimtyrë të trupet e kështu marë. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, për të gjithë. Do të thot, lëmi aj që i respekton prindërit e ti, lëmi aj që i vlerëson prindërit e ti, lëmi aj që kujdeset për prindërit e ti, lëmi aj që merë kohë për prindërit e ti. Lëmi aj që merë akoset për prindërit e ti. Dhe mundohet më jam mësuar ndo një sure të Koranit, më jam përmesuar namazet e tyre që ndoshta kanë gabime, sepse janë të vjetër, ndoshta nuk janë të shkolluar kështu më radhë. Edhe më thonë, ti sikur se fëmija i tyre rëngosësh, me rakosës dhe më ndosh atin, jo afru prindërve të tu lehtësimin. Mashallah, e kam thënë më herët jetën Allahu me barik, famderi që më përkujtën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, nuk ka punë që e kënaq Allahun se sa natësia, respektin ndaj prindërve. Vërtet është. Nuk ka punë që e kënaq Allahun se sa respekti ndaj prindërve. Subhanallah,
Allahu te bareke ve taala në librin e tij famlar na tregon dhe na tërheq vëmendjen prej shtatit qiell dhe na tregon vlerën e prindërve. Se çfarë vlere kanë prindërit dhe çfarë grade i kanë ngritë Allahu te bareke ve taala. Subhanallah. Allahu te bareke ve taala prej shtatit qiell që shtashët dhe më herët na tregon dhe na tërheq vëmendjen dhe ka një mesazh të fuqishëm për ty Abu Bakr, për mua dhe për të gjithë vëllezërit dhe motrat e tona që i kemi prindërit, domethënë në mesin tonë. Allahu te bareke ve taala thot në librin e tij famlar në surën Al-Isra versetin 23. Në versetin 23 thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa qada rabbuka illa ta'budu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Kështu thot Allahu te bareke ve taala. Allah te bareke ve taala thot: Zoti yt ka urdhëruar që të mos e adhuroni askën tjetër përveç atij. Atëherë çka? Wa bil walidayni ihsana. Dhe që të silleni mirë me prindërit e juaj. Subhanallah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër. Askën tjetër përveç atij te bareke ve taala, dhul jalali wal ikram. Atëherë çka? Wa bil walidayni ihsana. Dhe që të silleni mirë me prindërit e juaj. Subhanallah. Allahu Ekber. Ky mesazh është për ty Abu Bakr, është për mua, është për të gjithë ne të dashurit e mi. Prej kujt? Prej Allahu te bareke ve taala, mbretit, sunduesit, krijuesit më të mirë te bareke ve taala prej shtatit qiell. Mbi arshin e tij te bareke ve taala. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allahu Akbar. Subhanaka ya Rabb. Ky mesazh për ne të gjithë. Lumi ai që merr parasysh, e mjeri ai që nuk e merr parasysh dhe e refuzon këtë ajet kuranor. Dhe nuk e mëson, dhe nuk e fut në praktik. I mjeri ai, e përsëris edhe një herë, pasha Allahun te bareke ve taala. Ky mesazh është prej Allahut te bareke ve taala, të gjithë mëshirshmit, subhanahu wa taala, subhanal khaliq. Prej Allahut te bareke ve taala, prej shtatit qiell, mbi arshit tij, apo thot Allahu Rabbil Kaaba, pasha Allahun te bareke ve taala, pasha Zotin e Çavës, thot Allahu, do thot Allahu, Zoti yt ju ka urdhëruar fillimisht Allahun me adhuru. Mos gaboni me adhuru dikën tjetër. As menja më shku, e lere mu me adhuru dikën tjetër përveç Allahun te bareke ve taala. Nuk ka pa drejtësi më të madhe. Nuk ka pa drejtësi më të madhe se sa me adhuru diçka tjetër përveç Allahun te bareke ve taala. As mendja mos të shkon, kështu thot Allahu te bareke ve taala. Në librin e tij famlar, Jalla Jalaluhu. Atëherë çka? Wa bil walidayni ihsana. Atëherë çka thot? Pas adhurimit ndaj meje, që çosa çfarë grade ja ka dhuruar Allahu te bareke ve taala prindërve të tonë. Abu Bakr, a jeti prind? A ke fëmijë? A don a jam baba i dikujt?
Elhamdulillah. Që qëse qësh nga kanë ngritur Allahu te bareku o ta'ala. Që qëse qësh nga kanë nderuar Allahu te bareku o ta'ala. Me qka afër ibadetit tina? Fillimisht adhurimin ndaj Allahu xhelle xhelaluhu. Atër çka? Wa bil walidayni ihsana. Respekti, mirësjellja, dashuria, buzëqeshja ndaj nanës dhe babës. E lumi ai që e merr këtë ajet kuranor, e mëson, e thellëson, në shpirtin e tij dhe e fut në praktik. Që thash. E mirë ai që këtë ajet kuranor nuk e mëson dhe nuk e thellëson shpirtin e tij dhe nuk e fut në praktik. Dhe kthehet tek Allahu te bareku ve taala, çka? Duke e hidhëruar nanën dhe babën e tij. I mirë ai që vdes e ka hidhëruar nanën, e ka hidhëruar babën e tij. Ja ka kthyer shpinën nanës dhe babës. I mirë ai që vdes në gjendje. I mirë ai që vdes në gjendje. I mirë ai që vdes në gjendje. 3 herë them këtë. E përsëris. Wallahi, wa billahi, wa tallahi, ai njeri, që e ka hidhëruar nanën, e ka hidhëruar babën dhe vdes atë gjendje, xhehenami e pret. A din sa njerëz kanë me hinë xhehenem? A din sa njerëz kanë i kaplu zjarri xhehenamit? Për çka? Vetëm që kanë hidhëruar nanën dhe babën. Ndoshta baba kur ka rënë me fjet, i ka rënë malli, ose nanës, i ka rënë malli për nanën, për babë, domethënë, përsëris edhe një, se atin jam pak në emocione. Domethënë, baba dhe nana kur ka shku me fjet e Bubakër, ka qajt për fëmijën e vet sepse ka me muaj me vite nuk i ka folur nanës dhe babës. E ka hidhëruar nanën dhe babën. Ja ka kthyer shpinën. Ka fjetur duke qajt, duke i do lët për e vladin e vet u përmallue. E nëse ai person, ai fëmijë des atë gjendje, pasha Allahun, i mirë ai xhehenami e pret. Pasha Allahun te bareku ve taala, xhehenami ka me. Wallahi shumica kanë me hinë xhehenem vetëm që i kanë hidhëruar nanën dhe babën e tyre. E sa shumë kanë me u fut në xhennet veç që kanë kënaqur nanën dhe babën e tyre. Vetëm që kanë kënaqur nanën dhe babën e tyre. Kanë marrë kohë për nanën, kanë marrë kohë për babën e tyre. I kanë përqafuar. U a kanë plotësuar dëshirat e tyre. Kur kanë kërkuar diçka prej fëmijëve të tyre, nuk e kanë ngrit zarin ndaj nanës ndaj babës. Subhanallah. Subhanallah. Dhe më thonë, atër thotë Allahu te barek wa ta'ala Abu Bakr, imma yablughanna indaka al-kibara. Imma yablughanna indaka al-kibara ahadahuma aw kilahuma. Allahu Ta'ala thot, nëse njëri prej tyre ose të dytë janë ende gjallë, qoftë nana apo baba, apo ose të dytë, thot Allahu te barek wa taala, do të thonë kanë arrit pleqërinë, atëherë çka? Fala takul lahuma uf. Fala takul lahuma uf. Allahu te barek wa taala thot, mos ju thuaj atyre as uf. Dhe thot as uf. Pse? Dietarët kanë thënë që ky ajet kuranor nuk ka nevojë për tefsir. Aq është i qartë sa që nuk ka nevojë për tefsir. Allahu ka thënë mos ju thuaj nanës dhe babës, fala takul lahuma uf. Fala takul lahuma uf. Fala takul lahuma uf. Mos ju thuaj nanës as babës as uf. Edhe në shembull, kur njeriu punon tër ditën, dhe është i raskapitur, i lodhur, ka punuar 8 orë brenda ditës dhe u kthyer në shtëpi,
edhe mendzi që u ul, apo edhe ka thënë, as këtë nuk kemi të drejt, mi a thënë nanës dhe babës. Subhanallah. Subhanallah. Atëherë thëtë Allahu te bareke ve taala, وَلَا تَنْحَرْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا. Allahu thot, mos i kundërshto. Mos i kundërshtoni prindërit e juaj, por drejtoj ju atyre me fjalë të mira, me fjalë të bukura, me fjalë të ëmbëla, dhe me plot dashuri dhe respekt. Allahu ekber, çfarë mesazhi. La ilaha illallah. Çfarë mesazhi nga Allahu te bareke ve taala prej shtatit qiell. Kujt është drejtuar Allahu në këtë ajet kuranor? Fëmijëve, neve që kemi prindër. Subhanallah. Transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, se ka thënë, e kam pyetur të dërguarin e Allahu te bareke ve taala, thëtë që e kam pyetur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, më tregon ndonjë vepër ose cila punë është më mirë dhe më e dashur dhe më afron afër Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Më afron afër Allahu te bareke ve taala. Abu Bakr, çfarë pyetje, subhanallah. La ilaha illallah. Pasha Allahun te bareke ve taala, çfarë pyetje me vend. Që se çish kanë qenë të brengosur sahabët, shoqëruesit e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Hey, imagjino Allahu te bareke ve taala po i përmend në librin e tij famlar. Subhanallah, Abu Bakr ad-Dajjal, al-Masih ad-Dajjal, apo është një sprovë e madhe. Tregohet në për hadithe që thot pejgamberi alayhi salatu wasallam që çdo pejgamber i ka treguar umetit e tij, domethënë ja kanë tërhequr vëmendjen që do të vjen një sprovë e madhe, që do të vjen ad-Dajjal, apo dhe ka me qenë një sprovë e madhe. Mirë, po diturin më të madhe ndaj Dajjalit e ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam. Apo e do të thotë që pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka treguar çka? I ka treguar, domethënë, sahabëve që do të vjen një sprovë e madhe e Dajjal, apo Ashtë. pasha Allahun te bareke ve taala. Edhe se dola prej teme, subhanallah, po ta me lidh me diçka, po khairin që hina pak fel, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe jetonës po mlen rran abre të më pash Allah kur të nëzo 5 që baba këmi të dhonë Allahu musta'an. Dhe me thonë, sprova me madhe, apo ka qenë qka ad-Dajjal, apo edhe ju ka treguar sahabe shoqëruesit e tyre, edhe shiqa, subhanallah, edhe pse tash më kthy elhamdulillah, edhe pse Dajjali është një sprovë e madhe, Allahu te bareku ve taala nuk i ka dhënë Dajjalit për parësi dhe nuk e ka fut në Kur'an në ndonjë ajet me na treguar që Dajjali do të vjen. A kemi ndonjë ajet kuranor ku tregon që Dajjali do të vjen? Përveç haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do të thonë Allahu nuk i ka dhënë përparësi e Dajjal. Nuk i ka kushtu vëmendje Dajjalit. Nuk ka dashur me fut Dajjalin në librin e Allahut te bareku ve taala. Nuk i ka kushtu vëmendje. Edhe pse hadithet tregojnë, apo kemi libra sa i përket Dajjalit, e din ata që kanë lexuar për Dajjal se çish do të vjen, është shumë interesant. Lexoni inshallah bi idhnillahi te bareku ve taala. Prapse Allahu te bareku ve taala nuk i ka dhënë përparësi Dajjalit. Edhe pse është sprova më e madhe, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahu ju ka dhënë përparësi kujt? Sahabe. Raddi Allahu anhum wa radu anh.
Çka? Dejjali nuk përmendet në Kur'an, sahabët përmenden në Kur'an. Allahu musta'an. Pse? Sepse gjenerata më e mirë e kanë dashur pejgamberin, e kanë mbrojtur pejgamberin, kanë sakrifikuar për këtë din shumë, e kanë dhënë jetën e tyre për la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Që ne sot të jemi të lirë, në fotele, këtu në kauqa, ku jemi në përshpija me 20 gradë në zetë, thojmë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pa pik problemit. Pa pik problemit. Mos më tut, mos për më rrejt dikush për mas, atim se jemi duke thonë do stup sa për mas. Disa adhen shvet tutën, la ilaha illallah, këshyrë kështu për gjamë, mos është dikuj, subhanallah. Allahu musta'an. Allahu na ruajt. Do më thënë, Allahu nuk i ka dhënë përparësi e Dejjal në librin e tij, kurse sahabeve radiallahu anhum ajma'in ju ka dhënë famë, përparësi. Allahu është i kënaqur me ta. Dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Për këtë arsye dhe Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu menjëherë po e pyet çka pejgamberin, ja Rasulullah. Më tregon ndonjë vepër, ndonjë punë që më afron më afër Allahut. Ja Rasulullah, po mbrengosem. Po frigom që nuk i kam raportet e mira me Allahun te bareku ve teala. Më këshillon më mesa të jafrom Allahu te bareku ve teala edhe më afër. Wallahi ne sot më shumë brengosemi, krejt be blejtin ka një shpi, po në marova, brahalo me qera. Allahu musta'an. Krejt ka mblej shpia pa Allata, unë meta me qera. I mjeri. Gajja e madhe, shumë. Jusuf, s'ka mujtë sat me flej. Disa, brengosin, mërzitën, wallahi për gjana që marrë është me u brengosë dhe me u mërzit për ta. Që nuk kam vlerë të ka Allahu te bareku ve teala. Në vend që me u mërzit që na ka vdekur imani, po mërzitëm që në atin, po mërzitëm që mos pe humbëm pasurin. Subhanallah, wallahi me të vdekur imani mjerit edhe une. Wallahi me të vdekur imani mjerit edhe une, subhanallah. E wallahi në ata që nuk pyesin se çish i kanë raportet me Allahun te bareku ve teala, ata janë të vdekur. Ata nuk kanë as iman. Ti dush me u brengos sot ose nesër, vllai dashur dhe motër e dashur. Kemi taku Allahun dhul gjelali wal ikram. Wallahi el malik. Allahu është el malik. Gjikuesi. Apo? Që ka me gjiku, apo? Subhanallah, ka me gjiku dhe ka me të py dhe ka me të morë në logari. Prengosu, apo këthesht e ka Allahu me iman, apo pa iman. Pasha Allahun te bareku te ala. Shqyqa se qysh u brengosur Abdullah ibn Mesudi radiallahu an. Ja Rasulullah më të rego, qysh i kam raportet, qëfar vepret e veprej që t'i hafrum Allahu te bareku te ala. Çka thoshte pejgamberi alayhi sallam? Sallallahu alaihi wasallam. Mos i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, të ndroj kamerën pak, po kom qef mi po pak edhe në publikin tem pak në sy. Mos i ka thonë pejgamberi shiko Abdullah, nëse nuk e blen ndonjë shtëpi, mos u kthet Allahu. Nëse nuk ke pasuri, mos u kthet Allahu, se ke mirë ti. Ja. Shqyqa se qëfar i ka thënë pejgamberi, njeriu më i dashur, njeriu më i mirë, që ka jetuar në sipërfaqen e tokës, Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Es-salatu ala waqtiha. Vepra më mirë dhe më e dashur, dhe që t'i dhuron të mirat e dynjas dhe të ahiretit, dhe që të kënaq fillimisht Allahun te bareku ve teala. Pastaj edhe ty është namaz në kohën e duhur, në kohën e caktuar. Allahu musta'an. Namazi vëllezër dhe motra. Namazi të afron ofër Allahu te bareku ve teala. Namazi të afron ofër Allahu, ofër Ar-Rahmanit.
atëre thoshte thumme me ja Rasulullah, pastaj ja Rasulullah, prap me hadithe e dëshmum që Allahu te baraka wa taala pas adhurimit si pas ajeteve kuranore, më falni, Allahu te baraka wa taala na dëshmon që fillimisht Allahun më adhuru, fillimisht tauhidi, njëshmëria Allahu te baraka wa taala, unifikimi Allahu te baraka wa taala, që Allah është i vetëm dhe pas shoq, dhe vetëm ai e meriton më të drejtë adhurohet, dhe askush tjetër do thot askush nuk guxon më të drejtë adhurohet përveç Allahu te baraka wa taala. Pastaj çka? Wa bil walidaini ihsana, respektin ndaj prindërve, ndaj nanës dhe babas. Me hadithe e pyeti Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, më tregon ndonjë vepër që më afër Allahu te baraka wa taala. Qali Rasulullah alayhi salatu wasalam, as-salatu ala waqtiha. Vepra më mirë dhe më e dashur tek Allahu te baraka wa taala është namazi në kohën e duhur, në kohën e caktuar. Thumme me ja Rasulullah, e pastaj o i dërguari i Allah, thumme birrul walidain. Ata shka respekti, këshillja, mirësjellja, përqafimi, buzëqeshja, dashuria ndaj nanës dhe babas. Edhe me çka? Edhe me hadithe. Allahu akbar. Kështu që të dashurit e mi, elhamdulillahi rabbil alamin, që Allahu na mundësoj me u kyç se unë të pak herët, dhe e kemi këshilluar njëri tjetrin dhe shpresoj që kemi përfituar nga njëri tjetri, dhe i kemi ngrisur imanin ton dhe e kemi forcuar imanin ton dhe shpresojmë që inshallah prej këtij momenti do të bëjmë vepra më të mira dhe më të dashura për hir të Allahut ton te baraka wa taala. Se më vërtet që shta dhe Ebu Bekri, Allahu te baraka wa taala thot: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Allahu te baraka wa taala për shtatë të qell i thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, janë nabi, kul thuaj këshilla, sepse këshilla më të vërtet i bën besimtarëve dobi. Kështu që shpresoj që dhe ne jemi për atyre me lenë Allahu te baraka wa taala që jemi dobiprues për këtë din, për këtë fe, dhe shpresojmë prej Allahu te baraka wa taala që Allahu më na bë më të sinqert, Amin, dhe më të dashur, dhe më na mundësu që me bo vepra të mira të dashur vëllezër dhe motra, bën edhe për ne dua që Allahu më na mundësu me bo vepra të mira, që Allahu më qenë me neve i kënaqur, që Allahu më në lehtësu edhe neve, sepse vallahi edhe ne po kemi pak problem me këto teknika, me këto sene. Nuk e kemi lehtë. Vallahi nuk është edhe lehtë me dal, sidomos në këtë nivel, me dal me prezentu dinin Allahu te baraka wa taala, është një sakrificë për neve. Po elhamdulillah, me lenin Allahu te baraka wa taala gjithçka është e mundshme. Bani dua edhe për neve, edhe ne bëjmë dua për ju, sepse edhe këtë hadith kam dëshirë me nda Abu Bakr ma ban halal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: duaja më e mirë që ose edhe më e shpejta që pranohet është kur bën dua biri i Ademit për vllahun e vet në sheftas. Pse? Nëse unë tash për shembull këtë moment e marr madin si shembull, Ebu Bekri nuk është mesën tim, unë jam në shtëpinë time vet dhe i ngrihti i dur dhe thom: o Allah, vllahut e Ebu Bekrit, dhuroja këtë ruje me familjen e tij, dhuroja të mirat e dunjos, të ahiretit, e kështu me radhë. Allahu te baraka wa taala e sjell një melek për herë të parë në sipërfaqen e tokës. Allahu e sjell për herë të parë një melek në sipërfaqen e tokës. Domethënë Allahu e urdhëron një melek dhe e sjell në sipërfaqen e tokës që me bë dua për ty. Edhe melekja thot njëjtën dua, thot: o Allah, pranoj thot edhe robit tënd njëjtën dua që ka bë për vllahun e tij ose për motrën e tij, ose motra për motrën, vllau për vllahun, e kështu me radhë. Po. Subhanallah, tash pyetja është rrot. Nëse Allahu e sjell një melek, e urdhëron, dhe e zbret në sipërfaqen e tokës që të bën dua për ty, e pranon Allahu duan? Pa dyshim e pranon. Pse? Sepse Allah e ka urdhëruar për me ta pranon duan ty. Allah. E kështu që bani dua për
vëllezërit ose motrat e juaja, motrat për motra, vëllezërit për vëllezërit, pa marrë parasysh. Duaja nuk ju kushton. Armja më e fuqishme është duaja besimtarit. Kështu që bëni dua për njëri tjetrin që Allahu më na lehtësoj gjendjen tonë, që Allahu më na ofruar lehtësim e më na ruajt prej punëve të këqija e prej zjarrit të xhehenemit. Elusim Allahun te barek ve taala që Allahu më na bëj më sinqert që tash. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Elusim Allahun te barek ve taala që Allahu më na fal ato që kemi qelluar është prej nesh, subhanallah, ato që e kemi qelluar është prej Allahut, mbretit te barek ve taala. Kurse ato që kemi gabuar është prej nesh dhe shejtanit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Elusim Allahun te barek ve taala që Allahu na fal fillimisht neve dhe juve dhe Allahu na bashkoft në live të tjera sa më shpejt. Allahu qoftë i kënaqur me juve për fund e Babakar. Edhe në Lazar Allahu subhanahu wa taala qoftë i kënaqur me juve. Elusim Allahun te barek ve taala që do të jeni mirë. Dhe elusim Allahun te barek ve taala që më jep në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe elusim Allahun te barek ve taala që Allahu më na bashku në xhenet si këto që jemi bashkur dhe në xhenetin Allahu te barek ve taala. Ju sot Allah subhanahu wa taala shpërbleft. Allahu t'i dhash të gjitha të mira se vallahi na ke kënaqur edhe ti. Na ke forcuar imanin. Amin. Allahu shpërbleft. Allahu shpërbleft edhe ty Abu Bekr, vallahi se edhe ti na ke kënaqur. Alhamdulillah. Atë ma ke ngrit imanin. Alhamdulillah, barakallahu fik. E kështu të dashërit e mi, Allah qoftë i kënaqur me juve ja Rabbil Alamin se vallahi për momentin jam shumë i emocionuar. Na bani halal, na shtaj ju kum i prek pak. Allah e shpërbleft. Allahu ju dhash të gjitha të mirë ja Rabbil Alamin. Ju përshëndes me selamin më të bukur me selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për fund unë kam dëshirë motrën time këto dy motrat e mia që i kam këto live që kujdesen çdo herë për live-in ton. Njërën në Ahen, njërën në Fridri Safen, dhe desha t'ju them që ju du për hir të Allahut dhe krenohemi me ju dhe e falenderojmë Allahun që na ka dhuruar motrat të mira. E Allahu i qoftë i kënaqur edhe me motrat e tjera dhe ata që kanë motra, Allah i shpërbleft. Amin. Gjithashtu i përshëndes edhe të gjithë vëllezërit e tonë këto që kanë marrë pjesë dhe na kanë përkrahur dhe na përkrahin. Dhe ju jeni ata që po na përkraheni dhe po na motivoni që ne me vazhdu dhe me ju afru emisione të mira, live të mira se përkat dinit Allahu te barek ve taala, sepse ne nuk jemi këtu për me përfitu gifta, klikime, shkata diune për famë, nuk jemi këtu vetëm kërkojmë një like prej Allahu te barek ve taala. Like i Allahut i përfshin të gjitha like e tjerë dhe i mbulon të gjitha dhe vetëm një like kemi dëshirë. Inshallah Allahu na jep like dhe Allahu na e pëlqen punën tonë dhe është i kënaqur me ne. E kjo është domethënë brenga dhe të lashja jon. Kështu që Allah ju shpërbleft e përfund edhe vllahun tim përshëndes shumë Abu Bekrin që është shefi i këtij programit. Abu Bekri që kujdeset për videot, për tekstet, për pyetjet që i shtrojnë mi tash në emision në radhës, do të kemi një emision të mirë me Jetën Broja dhe Bajramin, Ebu Elhamin gjithashtu që kujdeset për faqen tonë. Elhami është një vëlla që domethënë na organizon umra. Ebu Elham viziton e vëllaun ton dhe ata që kanë dëshirë me shku në për umra, ju lutem me Ebu Elhamin keni me kalu mirë dhe keni me kënaqur dhe kur nuk keni me haruar. Gjithashtu me vëllaun ton Elhamin Fazlin, Ebu Bekrin, Shabanin, Sultanin Moranin, vllazërit Krasniqi, mos kena rrë dikon Abdullahin, Habibin tem që dojna për Allah të barek wa ta'ala. Kush kene halo dikush? Kena rrë dikon vallah më do kena rrë dikon. Po jo zvësaj po për këtë në se po jetë në unë tani se gje kemi nejtën deri në ora 5 kemi nejtë që u dhe subhanallah live privat. Nuk më qef me jarun veç edhe pa që me njëherë
Subhanallah, kemi një grup privat dhe po kënaqem atë vallahi. Okej. Kemi shumë grupe, për njëra për grupeve. Okej, do më thonë Abdullahin, Abu Davud, djalin e Axhës teme, Ebu Elhamin, Avni Berishen, që është për momentin haq, Fazli Axhaj, vllahun e Ebu Elhamit, po parti servis Ali Babën, Ebu Bekër Frans, që shtash Moratin, Sultanin Krasniqi dhe Shabanin të zakën temë. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. O Allah, shpërbej vëllezërit e tonë dhe bëne këtë live dhe këtë emision shkak që të futemi në xhenetin e tuaj dhe ja rab falë me katën. Amin ya rab. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.